13 maj është edhe afati fundit i publikimit të listave përfundimtare të zgjedhësve të 23 qershorit. Dublimet si një problem i evidentuar në këto lista ku vetëm para pak kohësh numri më i madh ishte nëpërmjet me 56 dublime, e më pas në Gjirokastër me 44 dublime dhe Tepelena me 5 dublime, tashmë janë eliminuar përfundimisht sipas burimeve zyrtare. Prefekti i qarkut Gjirokastër, Mimoza Çomo, në një intervistë për Kanal 7, thot se fal punës intensive të bërë prej koordinatorëve të KQZ-ve dhe punonjësve të njësive vendore janë eliminuar plotësisht dublimet në rrethet e Përmetit, Tepelenës dhe Gjirokastrës. Për sa i përket numrit të zgjedhësve në qarkun e Gjirokastrës është 123.221. Kjo shifër kuptohet e ndarë sipas të trija rretheve, por ajo çka është më kryesorja, unë do të thosha që sot që është edhe afati i fundit i daljes së listave, pra listave përfundimtare, nuk kemi raste të dublimeve në rrethet e Tepelen dhe në Përmet, ndërsa për rrethin e Gjirokastrës deri në këto momente ose më saktë deri ditën e dieshme që janë menduar se janë raste të dublimeve, nuk janë gjendur si të tilla sepse janë emra të ndryshëm me vendlindje të ndryshme, me datëlindje të ndryshme, pra kuptohet që nuk janë raste të dublimeve. Pra për sa i përket qarkut të Gjirokastrës, rastet të dublimeve, rastet kanë përfunduar. Në qarkun e Gjirokastrës do të jenë funksionale 240 qendra votimi, nga të cilat 5 në ambiente private. Po sipas prefektes Çomo, këto ambiente do të jenë të aprovuara dhe të monitoruara nga koordinatorët e KQZ-ve. Për sa i përket qarkut të Gjirokastrës, për zgjedhjet e 23 qershorit janë marrë të gjitha masat dhe është monitoruar situata. Do të thosha që për këtë vit, për zgjedhjet e 23 qershorit, në qarkun e Gjirokastrës do të funksionojnë 4 ZAZ, me thënë 2 janë në Gjirokastër dhe 1 në Tepelen, 1 në Përmet. Sigurisht, këto janë në kushtet më të mira, janë të monitoruara dhe janë të para, do të thosha, të vëzhguara dhe nga koordinatorët që vinë nga KQZ-ja. Për sa i përket qendrave të votimit, në gjithë qarkun e Gjirokastrës dhe të trija rrethet e Tepelen Përmet Gjirokastër, pra, janë 240 qendra të votimit. Sigurisht, këto janë qendra të votimit të cilat kanë dalë dhe janë me vendim të kryetarëve të njësive vendore, por njëkohësisht dhe me aprovimin nga KQZ-ja. Fakti që këto qendra të votimit tashmë janë të para, të monitoruara, tregon edhe një herë më së miri gjithë përgjegjësinë dhe interesin që kanë jo vetëm kryetarët e njësive vendore për detyrimin ligjor që ata kanë, por njëkohësisht edhe nga vetë KQZ-ja është dhënë okay. Për sa i përket ambienteve të qendrave të votimit, unë do të thosha që nga 240 qendra të votimit, 5 janë në ambiente private. Sigurisht, këto janë ambiente private dhe ne para disa ditëve, jo më vonë se një javë, kemi patur koordinatorin e KQZ-s që është për qarkun e Gjirokastrës, ka qenë prezent në prefekturën tonë, ka marrë takim edhe me përgjegjësin që është angazhuar me këtë detyrë, kanë monitoruar të gjitha ambientet dhe sigurisht janë në kushtet më të përshtatshme. Pra është dhënë aprovimi ose miratimi më saktë dhe nga njësia vendore në cilën e kanë përcaktuar këtë si qendër të votimit, por njëkohësisht edhe nga KQZ-ja, pra përfundimisht. Ekstrakti i listës së zgjedhësve është gjeneruar pranë çdo njësie të qeverisjes vendore dhe ai në total përmban 123.221 zgjedhës të afishuar qartë pranë 240 qendrave të votimit. Njërisi për këtë proces zgjedhor është se qyteti Gjirokastrës do të ketë 2 qendra numërimi, pallati i sportit dhe palestra e shkollës Koto Hoxhi.